ministerimin në një prej investimeve të kantierit të universiteteve në Universitetin e Durrësit, ku tashmë jemi në një fazë të avancuar të punimeve për ndërtimin e Fakultetit të Studimeve Profesionale, një fakultet i cili tashmë ka marrë vlerën e vet dhe për arsye se numri i studentëve është në rritje për çdo vit. Pedagogët mezi po e presin përfundimin e këtij investimi. Është vërtet një investim që do të ndryshojë rrënjësisht të gjithë cilësinë e mësimdhënies në studimet profesionale dhe jo vetëm, sepse fakulteti do të ketë 30 auditore, 15 laboratorë të shkencave teknike, duke përfshirë këtu laboratorë të mekanikës, të navigacionit, të shkencave mjekësore teknike, sepse janë të gjitha të kombinuara, dhe gjithashtu do të ketë dhe ambientet rekreative për studentët, janë planifikuar jo vetëm fushat sportive, por edhe një pishinë, për ta bërë këtë kampus një kampus vërtet optimal, me standardet më të mira europiane. Mund të shikojmë edhe se si do t'jetë në përfundim ky projekt. Janë parashikuar terasat e gjelbërta, investimi për terrenet sportive. Dhe ajo që është rëndësishme është edhe se ky objekt pra ka planifikuar dhe bibliotekën dhe laboratorët, gjë që praktikisht zgjeron kapacitetet e studimeve në degët profesionale. Degët profesionale në Universitetin e Durrësit janë degë të kërkuara, kryesisht lidhen me të gjithë profesionet, që nga teknikët e automjeteve, të inxhinierisë navale, po navigacionit, dhe gjithashtu edhe shkencave teknike mjekësore, ku kanë gjetur një zgjerim kohët e fundit. Janë mbi 1700 studentë, të cilët do të përfitojnë nga ky investim i ri, dhe sigurisht ky investim i hap rrugën dhe investimi tjetër që së bashku me kryetarin e bashkisë kemi diskutuar që në ambientet ku janë edhe pronë universitetit të mundet të ketë një rezidencë për studentët, duke kombinuar dhe me shërbime të tjera publike të vlefshme. Ndërkohë që edhe në të dy anët e kampusit universitetit ne kemi investime në vazhdim për sportin, që është Manchester City, pra akademia, dhe gjithashtu edhe akademia e Rafa Nadalit, pra ajo e tenisit. Dhe bëhet një kompleks i vërtet i shërbimeve, jo vetëm arsimore, po edukative, sportive, që i vlen studentëve dhe më gjerë. Praktikisht janë 3 godina, të cilat lidhen me njëra tjetrën për studentët. Studentë janë jashtë Durrësit. Nga jashtë Durrësit vjen rreth 3000 studentë nga rrethet larta, nga Peshkopia, Kupsi, Librasti, plus kemi kërkesë nga studentët e huaj. Aktualisht kemi 9 studentë huaj që kanë ardhur nga La Sapienza, nga Gjermania dhe nga një universitet francez. Ne në fakt do kemi diskutuar nga hyri në mes rindërtimi, Serator Meti etj, po e kemi diskutuar që të ndërtojmë një program të veçantë për të bërë rezidencët e studentëve, sepse është shumë më mirë t'i bëj qeveria në bashkëpunim me bashkinë, edhe natyrisht me një qira që është shumë më modeste se sa qiraja që detyrohen të marrin në treg. Dhe në një farë mënyrë dhe investimi lahet në një kohë gjatë, po tani që përgjithsisht rindërtimi është mbyll, ka dhe ca gjëra që kanë mbetur, sepse ka një numër familjesh që nuk kanë aplikuar në kohë, po ndërkohë ju takon dhe në atë grup do merremi se ka edhe këtu ke edhe këtu në Durrës. Dhe do ta bëjmë këtë, dhe këtu në fakt duhet marrë një arkitekt që të bëjë një master plan plot, harmonizim të gjithës, edhe se këto janë bërë copa në kohë të ndryshme, të bëjë një master plan plot dhe të bëjë një gjë që të jetë spektakolare. Laboratorët të janë. Me laboratorët policisë dhe 4 laboratorë, me investimin e ri të ndërtohen edhe 15 laboratorë tjerë. Gjithashtu, investimin e kampusit janë parashikuar në Institut Timor Shkencor dhe 15 laboratorë të tjerë të rinj. Që të mbyllim ciklin si një universitet bashkëkohor modern. Për sa i përket ndërkombëtarizimeve, aktualisht kemi eficiente 7 programe studimi përbashkëta, në universitetet europiane, me La Sapienza, me universitetin Tor Vergatën, Universitetin Genovës.
Ju keni dhe mjekësim këtu? Kemi shkenca teknike, infermieri, po, higienistin dëntar të shkencat profesionale, po Universiteti i Durrësit është i dyti me Universitetin e Tiranës, që është pjesë e një aleance të Bashkimit Evropian, janë 8 universitete. Tu zhvillohet konferenca në Alatet, Stars EU. Universiteti jonë është një universitet shqiptar dhe një vendeve të rajonit perëndimor që aderon në këtë aleancë. Po dhe në Tiranë. Tirana është aleancë tjetër. Pra dhe ajo që përfitojmë direkt, po ajo që përfitojmë direkt është unifikimi i programit studive kurrikulave. Pra 70% e kurrikulave nëpërmjet partneritetit që krijohet me 8 universitete njësohen, unifikohen. Pra shkojmë drejt. Kemi në program hapjen e një universiteti përbashkët me 8 vendet aleate të aleancës Stars EU. Aktualisht kemi 300 studentë në programet e përbashkëta. Njëkohësisht po punojmë për të hapur dhe 8 programe tjera të bashkëta, në bachelor, master dhe master ekzekutiv. Akademia Magjisterit ka filluar po? Akademia është këtu përpara. Te kemi Dhe ditë në hënë do të vinë vendosen kvotat, pra janë për gjitha procedurat e lejeve. Po, gjitha i kemi përfunduar, vetëm kvota 0 tani duhet dali, jemi duke pritur nga arkitekt. Të hënën caktojmë kvotën që të fillojmë mbushja dhe pastaj të eci, sepse çdo gjë është gati. Faleminderit.